Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë të qartë se nuk do të tolerojnë asnjë manovër që cënon pavarësinë e drejtësisë, teksa përplasjet mes qeverisë dhe drejtësisë janë shtuar dhe kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar ndryshime ligjore për të shmangur pezullimin e ministrave. Ka ardhur një reagim i fortë nga ambasada amerikane. Kjo e fundit shpreh qartë se vjen e kuqe për ta është prekja e reformës dhe kërcënon se nëse preket drejtësia, atëherë vjen në pikpyetje raportet mes dy vendeve. Pavarësia e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri mbetet thelbësore për bashkëpunimin e vazhdueshëm mes SBA-ve dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit ndërkombëtar, shprehet ambasada. Sa i takon rastit Balluku, kur Rama paralajmëroi se nuk do të ketë vendim për të hequr imunitetin, ambasada ka deklaruar se nuk ka koment për çështjet në hetim, pas vendimit të gjykatës së posaçme për të pezulluar nga detyra ministren e transportit dhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku, pati përplasje mes qeverisë dhe drejtësisë. Kryeministri Rama ju drejtua gjykatës kushtetuese me argumentin se janë marrë kompetencat dhe kërkoi që të shpallet i paligjshëm pezullimi i ministrave, por kushtetuesja nuk doli dot me një vendim të qartë, pasi votat u ndan 4-4. Pas kësaj Rama paralajmëroi se do të bëjë ndryshime ligjore. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë anëtarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, por ndahen te rrugëzgjidhja, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. E vetmja pale përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAKU, që në kushtet e pezullimit mund të vazhdoj krejt qetësisht hetimin për katës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që SPAKU bëri pas rënies së masës së pezullimit, shprehej Rama. Ndërkohë janë bërë publike disa nga ndryshimet, ku pritet që Rama të ndalojë me ligj pezullimin e personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral, përfshirë presidentin e Republikës, kryeministrin, anëtarët e kabinetit qeverisës, avokatin e popullit, kreun e KLSH-s dhe guvernatorin e Bankës së Shqipërisë. Por sinjalet janë se SBA-t po e ndjekin me shumë kujdes këtë situatë dhe Rama nuk do ta ketë shumë të lehtë të prek drejtësinë.